Përshëndetje dashur miq të televizionit Shpresa. Me mua sonte në studio ndodhet zoti Pollum Pilinçi për të folur për lajmet më të fundit në vend. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Pa humbur kohë, do doja të kaloja me lajmin e parë. Ja si vidhen pensionet. Eksperti thotë se çfarë po bën Rama me pensionet. Ju keni thënë profesor që nuk janë 800.000 pensionistë, por 400.000. Dhe tani ekspertë të fushës flasin për vjedhjen e pensioneve. A mund të na shpjegoni situatën? Mi mbrëma shqiptar kudo që ndodheni, sidomos ata të Amerikës, dreka të Evropës, kudo që ndodhe. Ne kemi thënë gjithmonë dashur shqiptar, jo vetëm pension janë vjedhur, po këtu s'kan lënë edhe lëkurën e shqiptarëve po e vjedhën. Zotnia e shoh në foto, e ka parë vazhdimisht këtë person, duke e njoh personalisht, po e kam parë në për televizor, News 24 del, dhe është njeri që i nje mirë punë të pensioneve. Dhe sot pas ka dalë, dhe thotë të pension e vide. Po mirë më dashur shqiptar, ato vidhen, po janë vjedhur 99%. 800.000 thonë, marrën pension, janë 420.000. Edhe ata 420.000 që marrën pensionet, marrën nga $100, mezatarja bie $110, se marrën edhe $70. Ju u kanë vjedhur jo pensionet, po ju u kanë vjedhur çdo gjë dashur shqiptar. Pra, po dalen një nga një dhe po thonë se erdhi fundi. Pavarësisht se ai zotnia thotë jam specialist për këtë punë, po edhe ai këtyre është. Pse nuk e thoshte deri dje? Ka 35 vjet që u vjedhën, u shkatërrojnë, çfarë nuk po u bëjnë. Pra, gazetare, ua kam thënë edhe shqiptarëve dhe juve, po u them që këta nuk vjedhën me zarfe, po këta vjedhën me metro kub parat dhe i nëmrojnë me metro kub. Pra, të dashur shqiptar, këtyre u erdhi përfundimi, çdo gjë do bëhet siç kemi thënë ne, kemi thënë që nuk ka zgjedhje, po ka qeveri teknike dhe ne jemi që kemi bërë qeverinë teknike. Faleminderit. Doja të kaloja një lajm nga ambasada amerikane, në fakt. SBA mesazh Ramës. Po futen duart te gara për kreun e SPAK. Rishikojmë raportet. Profesor, duke se ambasada amerikane është shqetësuar për ndërhyrjet në garën për kreun e SPAK. A keni informacione më tepër se çfarë shqetëson ambasadën? Ju e keni marrë nga televizorit këtë lajm? Po, Patjetër. nga televizorit. Të dashur shqiptar, këta gjithmonë u kanë thënë, u kanë mashtruar, u kanë gënjur, nuk ka SPAK, nuk ka byro kombëtare, nuk është Amerika, është larguar, të SPAK-ut janë hajdut, kurse këta të qeverisë të 35 vjetë që kanë të ndershëm. Tani dalën çdo ditë dhe thonë ambasada ka thënë kështu, ambasada ka thënë. Pra këta bëjnë çështje confuse dash. Unë u kam thënë që në fillim. Dhe unë kur flas me kompetenca, nuk flas fjalë kafenesh. Këta unë shoh vërtet Nancy, është një intelektuale vërtet, një amerikane, 100%, jo si Yuri Kim, që si ishte 100% amerikane, as 40% s'ka qenë amerikane, edhe e bëri punën e saj. Këtu shkruhet që kemi punë me SPAK. Të dashur shqiptar, SPAK-u është i Amerikës. E nuk është fjala për të. Unë nuk besoj që ka thënë ambasadorja që ne do heqim këtë dhe do zgjedhim një tjetër. Kjo s'është e vërtetë. E vërteta është SPAK-u e ka sipas kushtetutës këtyre që e bëri për 4 vjet, e ka deri në nëntor. Po të dashur shqiptar, a e dini ju që dita me natën ndryshon? Vete ora 7 fillon e errësirë. A here deri në nëntor nuk do lem këmbë pa arrestuar këta që janë
këta që u kanë grirju, këta që u kanë gjenjerju, këta që u kanë mashtruarju, këta që shitën naftën jashtë punë Serbit për të vrarë ju, për të vrarë bosnjakët, për të vrarë njerëzit që e duan lirin. Këta janë ata që u vranë miste e janar, këta janë ata që u bën piramida, këta janë ata që çfarë nuk u kanë bërë. U kanë bërë atje sa u ka ullur koka dhe kini frikë nga vetja. Jam i bindur se kur jeni në shtëpi mbulojni me organ kokën të mos ushojnë. O të dashur shqiptar, nuk u shikon kush ju. Ju e bëni veten, ju friksojni vetë. Nuk u frikson dot njeri. Edi Rama që kur e ka lindur Ema, është veti tronditur, është gjysmë njeriu. Si thot Berisha, se Berisha ka qenë doktor. Edi Rama thot, është lindur i çmendur. Ka qenë në pavion. Berisha ka qenë drejtori i pavionit të spitalit dhe sekretari i parë. I ka ditur të gjitha, hem nga brenda, hem nga jashtë njerëz. Pra, si keni frikë pe Edi Ramës. Pra, gazetare Spaku do përfundoj arrestimet. Siç kam thënë, nuk kam më kohë, është koha shumë e shkurtër. Ambasada është 24 orë në ndjekje, në shikim, po me këtë rast, po i shpjegoj një personi që ka shkruar në YouTube dhe ka thënë që ti profesor the që Amerika nuk i pranon spionët. Dhe në të kundër the që çdo natë vjen në ambasadë. Ju e keni kuptuar, ju që keni shkruar, po nuk doni ta thoni të vërtetë. Ja po ta shpjegoj edhe një herë. Amerika nuk ka nevojë për spion. Po kur spioni të vjen me derë, troket, do hapësh derën. Po ata janë spion, palo spion, zotni që ke shkruar. Amerika të kam thënë edhe një herë. As në Amerikë, brenda në tokën e bekuar, nuk pranoj spion. Policinë e ka, FBI e ka, i paguan me para. Ata nuk quhen spion, quhen punëtorët. Quhen punëtorët e policisë që mbrojnë kombin amerikan. Pra këta në Shqipëri e paparë në botë, zenë radhë, për ditë, venë, spionojnë, po ashtu si që venë, kur dalën me dirës. Hynë brenda duke qeshur, të gëzuar kur spionojnë për njëri tjetrin, po kur dalën me dirës. Është një jurist që flet në për televizore. Ka qenë dhe ministri i drejtësisë në kohën e Ilir Metës. Ja harrova emrin që është e vërteta, ai ishte një jurist dhe ai fliste për Amerikën aq bukur se vinte në Amerikë natën. Kur e pa që nuk e pranuan spion, ai ka prej një viti e ca e shan Amerikën natë e ditë televizor më televizor, ngrihet në këmbë dhe një Ela e quajnë atë të televizorit, ajo ka qenë sekretare personale e Berishës, vërtet e thërret. Pra ja këta janë spion. Amerika s'ka nevojë për spion, po Amerika e thot të vërtetën që në SPAK do përfundoj arrestimet, nëse SPAK-u nuk i përfundon arrestimet, po e them unë dhe mbajni mend, nga SPAK-u do arrestohen. Nuk do ngelet njeri pa arrestuar nëse ata nuk i arrestojnë. E unë po i drejtoj me një herë, gjeta rastin, me anë e ambasadës që ka dalë këtu, e nëse ka thënë ambasada, po unë nuk jam i bindur, që unë e di që a thot ambasada, nëse ka thënë ambasada, unë po i drejtojmë drejtorit të SPAK-ut. Arrestoj sa më parë, se për ndryshe hekura do të viren ty. Do vuaj familja jote, do vitë të shojë në Amerikë, të të sjellë do një ushqim dhe një paket cigare. Nuk të bësh burgun këtu, sepse ke marrë parat e Amerikës. Ju jeni 22 veta, të 22, dosjet i keni gati, arrestimet, po qa arsye nuk i po i pengoni? Cila është arsye juaj? Ju nuk jeni të trembur, se familja tuaj paguajnë, u ruajnë, u bejnë,
e telefoni është i incizuar dhe kur flinin ëndër, ne e dim qa beni. Pra, beni punës, kur i merë Amerikës $100, do t'japsh llogari për 3 jetën tënde. Pra, mbaroj arrestimet, kryetari i SPAK-ut, byroja t'i ka bërgati, përfundoi këtë javë, mbaroi arrestimet për 1 ditë, arresto të gjithë. Të gjithë janë për të arrestuar, pra të shpëtoj ky komp, të shpëtoj shqiptarët që janë bërë flasën me vete në për rrugët e Tiranës. Në fakt, në kuadër të SPAK-ut kemi dhe një lajm tjetër, burg për të gjitha. Kush po jep vendimet rënditëse për qytetarët? Profesor, ju keni thënë që do bëhen arrestime, dhe sot disa analistë të njohur me grad juridike flasin për çmendjen e SPAK-ut. Pse po flitet për këtë çmenduri? Unë e shoh foton dhe vërtet shoh jurist Karan. Jurist Karaja është avukat. Del me çdo televizor, sidomos 6 muajt e fundit, me çdo televizor. Sikur punon në këtë televizor. Dhe ai pas ka thënë sot që SPAK-u po çmendet. Dhe shoh dyert e burgut. Ai deri dje, e kam fjalën për juristin Karan, edhe ai dofta më dëgjon, Zoti Karaja, ju keni thënë gjithmonë që nuk do dënohet ai i bashkisë, nuk do dënohet ky. Cila është arsyeja që sot ke një 2 ditë dhe thua po çmendet SPAK-u për të arrestuar? Ju jeni po drejtohem karshi ty. Unë të njoh mirë, se te kam parë në televizor, se jemi takuar ndonjëherë kurrë bashkë, e s'kam ndërmend të takohem, po të shoh televizor më televizor. Dhe i bën flet në mënyrë juridike se i jurist. Nuk e di ku e ke mbaruar shkollën, ndoftë e ke mbaruar shkollën në Universitetin e Tiranës, ndoftë e ke mbaruar në Plepat, me mik, nuk jam i qartë për këtë. Nuk më intereson. Po më intereson pse ke ndryshuar. Diri di i lufdonjë. Pra tash i fillove, Zoti Karaja, unë ua kam thënë ju jeni kthyer nga juristi në gazetar. Të gjithë janë kthyer. Unë po i them edhe shqiptarëve ta dinë. Nga kaptera janë bërë baballar të dashur shqiptar. U kthyen në për te qetë. Nga kaptera 80% janë bërë analista, shkruajnë dhe libra, kot. Këta u kanë shkatruar ju, u kam thënë 85 veta që janë analista e gazetar, së bashku me 1% e juristi, edhe ky zotnia është jurist e gazetar. Kurse ky zotnia tjetër është prokuror. Pra, në mes të kini të SPAK-ut. Sa herë Zoti Karaja ke thënë të drejtohem ty, që SPAK-u s'ka punë Amerika me këtu. Jo, Zoti Karaja. Amerika ka punë. Ne jemi në Amerikë. Unë jam shqiptar. Në Amerikë, ua kam thënë që përpara, vërtet Amerikën e ka zbuluar Spanja. Por me paratë e shqiptarëve, të patriotëve shqiptar, është bërë ajo Amerikë. Bushi është shqiptar. Pra, Amerika do të përfundoj këto ditë, do bëj Shqipërinë me kufi natyror. Pra, ju keni thënë që është përhapur, do bëhet Shqipëria me kufi të etnike. Jo, me kufi natyror. Atë që na i ka dhënë Zoti ne na i ka dhënë deri në çambri, është tonë. Pra, o gazetar, o analist, mja u hoth brek në brek. Të vërtetën juve nuk e dini. Unë ua kam thënë, do përfundojnë arrestimet. Ne qeverinë teknike kemi bërë. Edhe e kemi në zbatim. Çdo ditë po vinë njerëz po regjistrohen. Pra, unë turoj sot që pas ke thënë e shmendur SPAK-u.
për ju quhet çmendëri, kurse për shqiptarët e thjesht që vuajnë quhet fitim, quhet shpëtimi i shqiptarëve, sepse këta kanë vjedhur, këta jurista, këta ekonomista i kanë vjedhur shqiptarët, këta jurista o të quajtur avokat në mënyrë shqiptare, këta i kanë bërë gjyqet ka 30 vjet që nuk bëhen. I zbresën nga shkallë e parë në të dytë, më të tretë zbresën pash. Bëjmë pazare. Ju keni bërë pazare. Po erdhi fundi. Pra, për ju quhet e shmendur spaku edhe shot derën e burgut. Unë ua kam thënë të dashur shqiptare, ne do hapëm burgjet e tërë Shqipërisë dhe do t'i futim këta. Pra, gazetare, erdhi ditat e fundit, ditët e hidhërimit për 3% dhe ditë e gëzimit për 97% që do gëzojnë me fëmijët e tyre i do vinë nga Evropa, do gëzojnë pensionistët, dalë prap dhe pensionistët, do marrin $600 dhe nuk do vjedhi me kush. Do enë pensionistët, ata që do marrën rrogën dhe ata që kanë marrë 400.000 të tjerë, ata do t'japi llogari, do t'u dalin nga hundët që kanë vjedhur shqiptarët. Profesor, lajmi i fundit që po qarkullon në fakt është për ish zonjën e parë, zonja Monika Kryemandi, të cilës thuhet se i është sekuestruar telefoni nga SPAK. Ç'mund të na thoni për këtë situatë? Unë s'dua të flas shumë për Monikën, zonjën e ish presidentit kryeministër, që e re në moshë ka qenë një nga të parat që është krijuar rinia e quajtur e Partisë Socialiste. Por Monika deri dje i numëronte parat me metrokup. Sa thoshte në intervistat e saja që ka bërë, që unë kam 30 dhoma gjumi, edhe macet kanë dhoma, edhe macet kanë banjo. Unë po va them shqiptarëve, Monika s'ka asgjë, asë gjë që kanë marrë telefon, Monikë pregatitu dita ditës, natën o ditën, beu gati për në burg. Atje trego të vërtetën, po të tregosh të vërtetën, si grua që je, të gjitha pasurit që i ke patur, tregoj, me ke i ke bërë, tregoj të gjitha, Monika. A e mban mend disa vite më parë, kur more kostumet e Ilirit për të pastruar këtu në Tiranë, për t'i hekurosur, për t'i zbukuruar. Aty gjeti një çek për $400.000. Ai çeku kishte 3-4 muaj që ishte në xhepin e Ilirit. Pra bota dhe shqiptar nuk kanë bukë të hanë, Monikë. Mo nuk më intereson se shton disa avokat Karaja që ti ke bërë aperime. Çdo njeri bën aperime, s'mundet, nuk e di çfarë aperime ke bërë. Unë i di, po ta them shkurtimisht, është puna jote. Po pasurit që ke marë, tregoj edhe atje ku i ke fshehur, ato dollar e ato kokë mëdhenj që janë euro. I e gati. Unë e di që ke fëmijë, janë të rinj, ne i duam fëmijë të rinj. Ne nuk duam të dëmtohet një fëmijë në tokën e Shqipërisë. Nëse dëmtohet një vajzë e një djalë, i bëhet qefja në miku. Po Monika është si koha e Amerikës, se kush mban përgjegjësi për veten e tij. Pra ti dhe Iliri mbani përgjegjësinë tuaj, po aman Monika, të liga ti ke më tepër nga ai që ka lënë Iliri mrapa, që është bërë deputet, një gazetar, ai u shkatrovi si familje, ai u coptoi si familje, e hoqi dhe mbajti partinë Minjan, tashi është bërë gjoja avokat, më falni, deputet. Bashkë me një zonjë tjetër, ata u coptuan si familje Monika. Ta shëgoj që të kanë coptuar. Pra, rri e qetë, në burg do t'jesh, dofta do t'jesh në burgun e grave në Pogradec, atje si hotel. Pra, bjeri drejt para se të vesh në burg, gjykata, dofta, por më tepër,
e kam gjyqi popullor mund ta fali, në qoftë se do ta fali. Se këtu nuk do bëhet Monika gjyq me gjyqtarët, sepse ata gjyqtarë do hynë në burg. 90% të gjyqtarëve, të prokurorëve do arrestohen, se ata kanë coptuar Shqipërinë, ata kanë bërë pazare. Pra, Monika nuk është gjë që kanë marrë telefon, spaku, apo njerëzit që kanë shëguar çështjen kombit, e din dhe qumshin e nënës si e ke pirë. Faleminderit profesor, nuk e din nëse keni diçka për të shtuar? Unë përsëri shkurtimisht nuk kam gjë për të thënë, vetëm do t'u them shqiptarëve, durim këto ditë, na shkruani si ta keni dëshirë, shkruani çfarë të doni. Unë i përballoj edhe gjërat e mira, unë përballoj edhe gjërat më të keqija. Ata që mendojnë. Po unë po u them studentëve përsëri. 7.800 studentë që jetojnë për konvikte. Sot kam marrë disa të dhëna të dashur shqiptar, e më dëgjoni me kujdes prindrit e fëmijëve. 80% të dhomave që janë për studentët, 7.800 i kanë lëshuar me qira që nuk janë student, po janë sekserët e këtyre të dy partive që punojnë në Tiranë dhe jetojnë në konviktet. Ne e kemi verifikuar dhe jemi të bindur që është e vërtet. As 1.000 nuk janë student, po të gjithë i kanë lëshuar me qira mbi $700. Sekserët e tyre që bënin propagandën pra të dashur prindër. Ju duhet të mblidheni bashkë me fëmijët e tuaj. Nëse ju keni, unë jam gati me ju dhe të verifikojmë të gjitha dhomat janë e kus janë kush jeton brenda. Edhe të kërthejnë parat që u kanë vjedhur për 35 vjetë janë tallur me ju. Janë tallur me fëmijët tuaj që kanë mbaruar shkollën më përpara, që kanë jetuar në rrugët e Tiranës me vojtje, në fshatrat e Tiranës që të vinin në shkollë. Pra, këta janë hajdut të dashur shqiptar. Pra, unë nuk kam gjë për thënë, vetëm e njëherë studentët, keni kujdes, ne jemi gati, ne mund të dërgojmë që nesër të verifikojmë disa gjëra. Pra, prindër, student, duroni se jeta është për ju, koha është për ju, ju do urdhoni në Shqipëri, ju do jeni që nga presidenti dhe deri në i fundit. S'kishe gjë për thënë, nëse ju keni, unë shqiptarëve do të them natën e mirë, miru pafshim nesër, ditën e premte, pra shqiptarë do keni të reja natën dhe ditën për arrestimet që po u bëjnë këtyre llumëve që ju kanë urdhëruar deri më sot. Ju falenderoj shumë profesor për kohën tuaj. Pas pak do kemi të ftuar në studio zotin Artan Boçi, i cili do na flasi për një plagë shumë të rëndë të shoqërisë shqiptare, e cila është problemi i pronave. Zoti Artan Boçi është sekretar për çështjen e pronave pranë Partisë Shpresa Demokrate. Shihemi pas pak.